Në fund të fundit vetëm kaq, një aspirin, por nuk mund të thuash asgjë më tepër, sepse pas aspirinës qëndron një mak thitër, njësoj si në ngjarjen e ndodhur në Gjirokastër vite më parë. Më tregonte sot Njazi Aho, juristi i famshëm, mbrojtësi të drejtës së individit dhe shtetit. Ai burri në rrugicën ton paralele po vdiste, tregon Njaziu. Sëmur prej kohësh, të gjithë familjarët rreth rrotull, ja tani, ja pastaj, ende nuk ishte thënë asnjë fjalë për trashëgimin. Palët e të njëjtës familje prisnin e shikonin njëri tjetrin. Ja më në fund bëri me të shoqes, pa e pak ajo u afrua. Të tjerët shyen syt dhe menduan se do të fliste. Po, foli. Një aspirin kërkoi mes të gjithëve që prisnin trashëgimin. Çfarë kërkon tani Sali Berisha? Edhe ky është në vdekje politike. Imiton një për një burrin me trashëgimi. Sali u foli, ata prisnin që ai të ikte, por ai kërkon aspirin. U krijua një sagë tër me ikjen apo mos ikjen, menjëherë pas zgjedhjeve të 11 majit, ku Berisha me PD-n humbën thellë. Fatmirësisht humbën thellë sepse populli shqiptar nuk e do më trashëgimin e të keqes. Disa prisnin që të largojë Saliu e të vinte e bija, kjo duket si e pamundur, por nuk është, veç se u ka fshehur Saliu të tijve. Tani ai po kërkon aspirinën e kutive të votimit, të hapen kutitë e votimit, ka kërkuar dhe kjo po ndodh, po hapen në Tiranë, Fier, Durrës. Ai e di se rinumërimi nuk do të sjellë asnjë ndryshim, s'ka gjë, ai ka kërkuar aspirinën, këtë po merr. Me këtë Saliu shtyn kohën edhe ca. Ai nuk shikon për lart, shikon për poshtë ku po rrshqet vrikthi. Megjithatë shtyn pak kohë me një aspirin deri në katakombe. Rinumërimi mund të sjellë fatin e ndonjë katastrofe në vend, kështu shpreson. O vapa e madhe, o ndonjë stuhi pas vapës, o ndonjë epidemi, o ndonjë tërmet, kush e di, mendon Berisha. Ngjarja e Kosovës ku nuk po ngren dot qeveri e parlament, është një model i mirë për Berishën, edhe këtu po tenton ta marrë shtetin zvarr. Burri në Gjirokastër me dorëheqje konsideronte vdekjen, prandaj kërkoi aspirin. Aspirina politike për Berishën është mosnjohja e zgjedhjeve. Mosnjohja është pasaporta për ta paraqitur te të tij. Çfarë të jap dorëheqjen? Dorëheqjet jepen kur humb zgjedhjet, por ne nuk kishim zgjedhje, kishim fars. Ja, prisni kur Berisha të thot tamam kështu. Edhe të moderuarit e PD-s i përdor si aspirin. Këta si të moderuari Kref Media, por realisht janë Paj, Salisa edhe Saliu. Shiko çfarë bëri me Juridën. E mori me veten në Bruksel, ku do të shpallte se Shqipëria nuk e meriton të hyjë në BE. S'ka rëndësi sa vete dëgjuan, në rëndësi që Jorida e integrimit të instalohet kundër integrimit. Do t'i thot gjithë botës për Joridën kundër, se nuk jam i vetëm kundër, thot Saliu. Ali Mehmeti e Kalaja janë akoma më të lakueshëm sa një aspirin për Berishën. Kur del jashtë familjes së tij, shpëtimin e kërkon në mënyrë të dhunshme, jo thjesht një aspirin grua. Në SPAK dhe gjykatën speciale e kërkon me shantazh dhe me joshje. Bën si trim, por në fakt jep mesazhe pule. Në Bruksel shkon kot e kthehet kot, por në fund të fundit bën një udhëtim. Te Xhiril Alzit nuk shkon dot më dhe kjo e bën nervoz, ndërsa në televizione e ka vendin për natë për ditë. Nuk është pak, për më gjatë, as ka sy për qape.